Shkodra, djepi i futbollit shqiptar. Qysh në fillim të shekullit, në çdo vend të këtij qyteti nisi të luhej loja e top kamës, e cila fitoi aq popularitet sa Palok Nikaj më 1913 krijoi ekipin Independenca, të pasuar nga ekipet e tjera që formohen klubin Vllaznia. Në këtë qytet me tradita futbolli lindi Loro Boriçi, futbollisti ynë i ardhshëm. Prindërit e Loros ishin njerëz me kulturë të gjerë. Në familjen e tyre, vëllezërit Boriçi ushtronin sporte të ndryshme. Të tre vëllezërit e luanin futbollin plot pasion, por Lorua do të dallohej më shumë. Pesëmbëdhjetë vjeçari Loro veshi fanellën e skuadrës Vllaznia, me këpucët e futbollistit ai nisi të vrapojë në fushat e blerta, po asnjëherë nuk u nda nga sportet e tjera. Festë madhe sportive në Shkodër. Fillon ndeshja Vllaznia Dragoi i Pogradecit. Lojë e bukur e shytet të fortë në qoshet Loros. Markus kapu në port, por diftohet i gatshëm e i shkafët. 9 është numri që do ta shoqërojë Loron gjatë tërë jetës si futbollist. Loro i ri largohet nga vendlindja për të kryer studimet jashtë shtetit. Sportisti i ri shqiptar me njëherë zë vend në formacionin e ekipit të Lazios. Futbollisti 20 vjeçar e përdor të shkëlqyeshëm topin. Ishte i shpejt, preciz e i qartë në pamjen e lojës. Një kujtimi Boriçit me pjollën, futbollistin më në zë të kohës. Pas kthimit në dhe, Loro e vazhdon udhën e futbollit, e vetëm pasqyrimit do të lulëzonte më shumë talenti sportiv i tij, ashtu si edhe futbolli ynë. Të flasësh për Vllaznin, skuadrën e vendlindjes së tij, që del 2 herë radhas i kampion e Shqipërisë së Lirë, nuk mund të mos përmendësh qendërsulmuesin Loro Boriçi. 23 tetor 1946, në kryeqytetin ton qelen lojrat ballkanike. Gjatë ndeshjeve bie në sy sidomos loja e vijës sulmuese të skuadrës son dhe Lorua me teknikën e tij të shkëlqyer. Me thënë drejtën, arsyeja e parë ishte që ekipi ynë kishte një përvojë të paktë. Koha e shkurtë e formimit të tij sigurisht nikoj në mirëvajtjen ose në performimin se sushi lojës me sukses. Këtë e tham me plot gojë se po t'i bami para kalimit. Këtë qëllimit meshjes mundsomi që ne e meritonim një gjatë tillë. Megjithëse ekipi i Jugosllavisë ishte një ekip më të fortë. Por kjo nuk të demobilizoj. Për kundrazi, ne vetë të vume të të vetës, që të mobilizonim në meshët tjera, edhe të arrinim rezultat. Shqipëri, Bullgari, të parët shënojnë miqt, tanët barazojnë me kundërsulm.
Borici e kalon skuadrën në avantazh. Mirashi vulos fitoren. Takimi vendimtar me Rumanin. Mjaftonte vetëm një gol dhe kupa do t'ishte e jona. Një aksion i bukur nis nga e djathta. Goditje dënimi. Teliti gjuan bukur e sakt dhe gol. Lorua si kapiteni përfaqësuese son dhe shokët e tij japin atë dheut një dhuratë të bukur, titullin e nderit kampion të Ballkanit.